Mjeku çudit botën, ullin çdo ditë shëroj në këto 3 sëmundje, ja kush duhet i konsumojë menjëherë. Këto fruta jo vetëm që janë të shijshme dhe përdoren shumë në ushqim, por janë edhe shumë të shëndetshme. Ullinjt rriten nëpër drunjë të quajtur Olea europea, zakonisht në Afrikë, Azi dhe në rajonin e Mesdheut, ku vendi është edhe me klimë tropikale. Ato janë të pasura me hekur, kalcium, fibra, vitamina K dhe vitaminën E. Por çfarë do t'i ndodhë trupit dhe shëndetit tuaj nëse konsumoni rregullisht ullinj? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Healthyside, në këtë video do të rendisim disa përfitime kryesore që do të merrni nga konsumi i përditshëm i tyre. Ju ndihmojnë në humbjen e peshës. Kur ju konsumoni ullinj do të merrni një sasi të madhe të fibrave dhe lipideve të nevojshme për organizmin. Gjithashtu ullinjt përmbajnë një substancë e cila bën ndjekjen e kalorive të tepërta. Do të mbrojnë shëndetin e zemrës. Acidi kryesor yndyror i cili gjendet te ullinjt është acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij për aftësinë për të zvogëluar kolesterolin dhe në përgjithësi për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Do të keni një sistem imunologjik më të fortë. Ullinjt përmbajnë antioksidant, përkatësisht polifenole, e këto substanca mbrojnë organizmin nga radikalet e lira, të cilat dihet se shkaktojnë infeksione virale. Do të jeni më pak të rrezikuar nga disa lloje të radikaleve të lira. Ullinjt përpoqëse bëjnë mbrojtjen e organizmit nga infeksionet dhe sëmundjet e tjera, është vërejtur se ato gjithashtu mbrojnë membranat e qelizave nga disa lloje të komplikacioneve. Edhe pse janë bërë shumë teste, kjo tregon se përfshirja e tyre duhet jetë gjithmonë nën masën e rekomanduar. Do të keni një memorie më të mirë. Polifenolet njihen për ndikimin e tyre edhe në qelizat e trurit. Me që rast, ato vrasin stresin duke njëkohësisht ndikojnë edhe në përmirësimin e memorjes. Në një ullëtim në departamentin e neurokirurgjisë, është të vërtetuar se polifenolet e gjetura te ullinjt ndihmojnë shumë në përmirësimin e proceseve neurale, neurodegenerative dhe çrregullimeve të tjera psikike. Do të keni një lëkurë më të shëndetshme. Ullinjt përmbajnë acidin oleik, vitaminën E, të dy këto përbërës të nevojshëm për lëkurën e shëndetshme. Vitamina E ka aftësi antioksidative të cilat mbrojnë lëkurën nga radikalet e lira që shkaktojnë dëmtimet e saj. Në përgjithësi, nëse jeni duke dëshiruar të humbisni në peshë dhe njëkohësisht të qëndroni të shëndetshëm, atëherë, përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë këto përfitime. Duke konsumuar ullinj, do të keni një shëndet më të mirë të lëkurës. Vaji i ullirit është përbërësi thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen e intjen dhe mund të ngadalësojë shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Gjithashtu ulliri ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e dietës mesdhetare, e cila është e pasur me ullinj, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit dhe ullinjve i ndihmoi ata në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ulliri është i mirë edhe për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i ullinjve heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur në kombinim me vajin e peshkut, një burim i pasur acideve yndyrore, përbërjet që gjenden te ullinjt ndihmojnë në përmirësimin e dhimbjeve të kyçeve, ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht edhe nga artriti. Pasurimi i dietës suaj me ullinj dhe ushqime të tjera të pasur me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojnë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht nga inflamacionet. Do të përmirësojë shëndetin tuaj të zemrës. Disa lloje bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Ulliri është provuar se ofron një mbrojtës më të mirë kundër këtyre problemeve. Vetëm disa kokra ullinj çdo ditë do të merrni përfitimet më të mirë për organizmin. Ullinjt klasifikohen në fruta me bërthamtë të njëjtës familje botanike me qershit dhe pjeshkët.
Ullindi e shelë mblidhe në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt, kur janë të pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen të pasura me yndyrra të shëndetshme për organizmin. Në këtë video do të gjeni të listuar përfitimet e rëndësishme që do të merrni nga konsumi i ullinjve në mënyrë të përditshme. Përmirësoni shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për të pasur kocka më të forta. Ndihmon në uljen e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Mbajnë larg dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjeve. Janë të pasura gjithashtu me antioksidant. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve. Këto antioksidant arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit dhe enëve të gjakut. Ullinjt janë të pasur me baktere të mira për shëndetin e stomakut. Ullinjt përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të keni në organizëm. Ato janë efikase gjithashtu edhe kundër rrullave. Ullinjt përmbajnë acidin oleik që e mban lëkurën të butë dhe gjithashtu më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ulë rrezikun e diabetit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyrna mono të pangopra dhe ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumoni ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nërproduktet e tij. Ulin oreksin e tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopra që ndalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin se është i ngopur. Konsumi i ullinjve është i rekomanduar sa më shpesh të jetë mundur brenda normës së lejuar dhe kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme. Ullinjt janë të pasura me fibra, të cilat ndihmojnë në sistemin tretës. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zor. Një filxhan ulliri siguron 17% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrave, që do të thotë sa do të rrisin gjithashtu ndjeshëm edhe sistemin tuaj tretës. Mbron lëkurën dhe flokët i mban më të shëndetshëm. Ullinjt dhe vaji i ullirit, sidomos ekstra i pastër, përmbajnë komponentë që mbrojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Acidet yndyrore të pangopura dhe acidet yndyrore omega-3 gjenden në sasi të madhe dhe këto acide yndyrore ushqejnë, mbrojnë dhe lagështojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Të pasura me vitaminën E janë ideale për lëkurën dhe flokun e shëndetshëm. Ullinjt ose vaji i ullirit mund të përdoren si maska për flokun dhe gjithashtu edhe për lëkurën tuaj. Dhe përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ulliri është një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj kundër dhimbjeve dhe inflamacioneve. Ullinjt dhe vaji i ullirit ekstra i pastër janë të pasur me antioksidant shumë të fuqishëm. Ky ushqim i shijshëm dhe i kripur do ju ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve, kështu që ato përdoren shpesh edhe si një produkt natyral në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, citon Step to Health. Nëse doni të përmirësoni peshën tuaj trupore, atëherë ullinjt duhet të jenë në pjesë e pandare të dietës suaj. Kjo fal elementëve ushqyes që ato mbartin, duke ndihmuar kështu edhe këto komplikacione. Ullinjt janë të pasur me yndyrna të mira, të cilat ka nevojë trupi juaj. Këto yndyra nuk i ruajnë si depozita, prandaj edhe duhet të plotësohen. Ato kontribojnë shumë në humbjen e peshës në mënyrë të shëndetshme. Ullinjt janë delikatese jashtëzakonshme që mund t'i shtoni ushqimeve tuaja të preferuara, ose thjesht i hani ato në mes të ngrënies. Ato janë jashtëzakonisht të shëndetshme dhe gjenden gjithashtu edhe me element mbrojtës për ofrimin e një organizmi të shëndetshëm. Ullinjt forcojnë gjithashtu edhe imunitetin dhe mbrojnë enët tuaja të gjakut. Ullinjt janë të pasur me antioksidant të larmishëm për trupin, duke eliminuar çdo materie të dëmshme, rregullojnë nivelin e kolesterolit që do të thotë se ato mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Për më tepër, forcojnë edhe sistemin imun dhe përmbajnë lëndë ushqyese që ju mbajnë të mbrojtur kundër alergjive. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.